Tommaso Buscetta, dëshmitari i drejtësisë italiane, është vënë përballë Totë Riinës. Dhe është marrë me kurizë. Dhe Totë Riina i kishte vrarë gruan, i kishte vrarë djalin, kunatin, njerëzit e gruas, e gjitha, dhe seansat flasin për njerëz me rrezikshmëri shumë të lartë, mira të vrarë. Njerëz që më pas vran prokurorin, vran një gjykatës. Pra njerëz bën masakër gjyqësor. Kaq të lartë dhe gjykata ato seansa i ka bërë me dyert të hapura. Janë transmetuar live. Janë me dyert të hapura, po i kanë bërë publike për mediat. Publike për mediat. Pra, kanë qenë mediat prezente, Rai Uno i ka transmetuar dhe të gjithë ata që na ndjekin. Dim pak italisht, ti kërkojnë i kanë atje 3 orë gjysmë ballafaqim. Madje kanë ballafaquar 2 kriminalët, miq, që u bën armiq më pas njëri me tjetrin. Njerëz që kishin urdhëruar mira vrasi, njerëz që ishin lidhur me politikën, njerëz që kishin urdhëruar tendera, njerëz që kishin futur duart në çdo gjë. Dhe mund të prishin dhe hetimet nga ato që do të deklaronin. Sigurisht. Dhe prap ata vendosën që t'i bënin publike me mediat. Dhe janë ende sot e kësaj dite publike. Unë nuk besoj, në asnjë moment që Ilir Meta, Erion Veliaj, Zoti Berisha, Zoti Ilir Beqa, mund të jenë në këtë kategori rreziku sa mund të prishin hetimet siç ndodhin në Itali. Prandaj nuk ka asgjë për të fshehur nga e vërteta, duhet të jenë me dyert të hapura. Absolutisht duhet të jenë seansa që ne t'i shikojmë, ose duhet të jenë publike. Mediat i regjistrojnë, t'i japin dhe live. Ore duam t'i shikojmë. Të shikojmë pak edhe nivelin e prokurorëve, më çfarë prokurorësh janë këta? Sigurisht. Sepse janë ngritur mite edhe për prokurorët, janë ngritur prokuror edhe për gjykatësit. Duam t'i njohim, si flasin. Sepse mua nuk më intereson një gjyqtar që flet vetëm me çështjen e ligjit. Ajo është pjesa vendimarrjes, po si përballon? Çfarë brumi ka, si përballon ai debatet, diskutimet, sepse flasim për një institucion që ka në dorë fatet e vendit. Sot në procesin e i Bars, në raportin që ka dalë, përmendet për të parë SPAK dhe GKK. SPAK kryesisht. Te kjo dua të ndalem në pjesën e dytë. Pra ka shumë përmenden ato, sa imagjino po përcaktojnë të ardhmen dhe po formsojnë vendin. Atëherë ne duam të njohim pak më shumë. Sepse i njohim politikanët, i kemi sulmuar, i kemi kritikuar gjithë opinionin publik, të njohim dhe palën tjetër. Por thënë këtë, thënë dhe pjesën që duhet të ngrihen në nivelin tjetër, pra duhet të jenë hetime shumë më profesionale, duhet të jenë hetime që më të shpejta në kohë ndoshta, më të shpejta në kohë. Se këtu do të japet një tezë tjetër që përsëri e marr nga Italia. Ata duhet të jenë në nivelin e kohës. Pra nuk mundet që të ketë një hetim nga një politikani zgjatë 2 vjet pas një viti në kur doli sot për Alçi Bllakon, çfarë do të thonë, është harruar si lirohet Lefter Koka, pastaj thonë shiko kemi harruar se kemi 4 muaj të tjerë. Po ai ka ikur jashtë ndërkohë, po duhet të vi prapë. Ka me 6 muaj duhet të tregojnë që edhe tolerant ata nuk kanë. Dhe fatkeqësisht di çfarë mendoj që në fund të ditës këto në raport ti e quan Lefter Kokën sigur ke dënuar 3 ministra. Në kohë mund të jetë një ministër, pra statistikisht, që ose ti e fut 4 herë, i bie që ke bërë 4 dënime, po ndërkohë është një individ. Pra, po për të dalur pak edhe tek pjesa e transparencës, duhet të jetë më transparente drejtësia e re. Por thënë këtë, pavarësisht kritikave pozitive që të jetë më mirë se çfarë janë për momentin, unë jam totalisht kundër anatemimit që i bëhet drejtësisë. Prokurorëve të SPAK. Nuk po i hy në emra, jam kundër anatemimit që bëhet familjarëve të tyre, kundër sharjeve, fyrjeve që u bëhet atyre personalisht. Se kërcënimi pastaj është diçka e patolerueshme. Do të ndalemi prapë tek drejtësia që duhet të rriten në nivel, duhet të jenë më transparent, duhet të hapen me publikun dhe me median, automatikisht nuk jam dakord as me sulmet që bën politika dhe kjo është pasuruar edhe në raportin e IBAR-it. Por ka ardhur koha për një tjetër qasje nga ana e drejtësisë. Ku pramera? Në vitin 92, në 17 shkurt të vitin 92, në Itali, filloi ajo që quajtur mani pulite. Dhe më pas u vijoi me maxi procesi, që do thotë, u zbulua një zyrtar i vogël lokal në Milano i Partisë Socialiste të kohës, dhe nga hetimet intensive që bëri prokurori Di Pietro i Milanos, u shkuan në 1200 zyrtar politik të dënuar dhe 5000 të hetuar. U zhduk një klasë e tërë politike në Itali. Demokracia sociale... Kjo mund kishte ndodhur me Shqipërinë se do ishte hetuar siç duhet inceneratori. Me socialistët u zhduk Partia Socialiste me Bettino Craxin, për ata që din historinë, dhe Demokristianët, që ishin 2 parti që kishin kontrolluar Italinë nga vitet 45 deri në vitet 92. Dhe u zhduk një klasë politike dhe u lind ajo që ishte Republika e dytë. U zhduk edhe Republika e parë në Itali.
Tani ka ardhur koha që të ketë një maksi proces. Nuk po them të zhduket PS-ja, të zhduket PD-ja, se nuk është ky qëllimi i drejtësisë. Por nëse ka njerëz të korruptuar, drejtësia duhet të ngrihet në nivel. Nëse ka zyrtar të korruptuar, nuk mundet 2 vjet të hetohen 2, pas një viti të hetohet 1, nuk është ky. Ky është ritëm breshke. Jemi në Shqipëri, është një vend shumë herë më i vogël se Italia. Dhe në qoftë se korrupsioni është kaq ulëritës sa shtuhet në raporte, në media, nga opozita kudo, apo pranohet edhe vetë brenda mazhorancës, duhet të jetë me ritme shumë të shpejta se sa. Një procesa në Shqipëri. Të gjithë zyrtarët që dyshohet për korrupsion, nivel lokal, nivel qendror, nivelet e dyta, drejtor, drejtorie, çfarë janë, duhet të kapen të gjithë dhe të futen aty, dhe kështu mund bëhet dhe antarësimi në BE i vendit, dhe kështu mund pastrohet dhe klasa politike, dhe kështu do krijohet dhe frika. Por nëse ti kap një sot, një pas një viti, atëherë unë mund të bëj pyetje që po ti me këtë ritëm s'do marrin filipinezë vetëm për të pastruar, po do të marrin edhe për politikë, se s'do ngelet më njëri. Po ta shikosh, të paktën mua më bie si pasojë e punës, të shkojë dhe shkove te avokati prapë, shikon? Jo, një sekond. Të shikoj nivelin. Të shkoj në Gjermani, në Hollandë, Belgjike këto, për procese të ndryshme dhe në Itali, okej, ata kanë një standard krejt tjetër në pjesë. E bën në vitin 92, e pastruan. I tha njerëzve, po, bët korrupsion, ja ku do shkoni. Po nësë mund të bëjë sot, gjithë ata që ishin të dyshuar për korrupsion, u zhdukët. Ja, pa ta them unë. Dhe Italia pas asaj u bë pjesë e G7-s, pati një boom ekonomik, pati një optimizëm, shkëlqeu në BE, etj. Për kaq kemi ngel dhe ne. Nuk e fitoi Botrovin në 24-ën pastaj, po në finale ka shumë. Arbër ka një gjë, nuk mund të themi ne tani që Shqipëria do të plotësoj këtë që të bëjë. Shqipëria ka shumë institucione. Shqipëria ka shumë institucione që është më mirë se Greqia. Kush është? Cila është? I shkon në Hollandë. Shiko, ka... Po cili është institucioni që performon më mirë në Shqipëri? Po cili është? Shiko, mos ecni me këtë mendim. Po jo, kush është? Sipas jush institucioni që performon më mirë. Shiko, sot, raportet... Që ndërfetar, pra, lejohet të... Toleranca vetar. Shiko, edhe njërë, nuk... Ne më shumë gati për të hyrë në Bashkimin Evropian kemi qenë kur dolëm nga i sistemi parë, që qa kishim atërë, do e gjinim dënimin me vdekje, do lejojnë pluralizmin dhe besimin fetar. Këto ishin 3 kriterë, s'kish as drog, as korupcion, as tjera. Ne ishim më shumë gati atërë. Dhe problemi është që ne në fillojnë e në thonë, thello. Nuk vazhdojnë. Shqiptarët po vend 20 vjetë. Problemi është e korupcion. Ne po vemi 20 vjetë. Nuk ka probleme, nështë qështja prona, edhe një. Skandal është qështja prona. Ambienti, edhe qështja ambientale. Ne kemi probleme, të progres të raportit. Ne kemi probleme se ne arrestojnë shefin e Sarandës se nuk i bindet kryetarit bashkisë, vëlla. Ja, këtu jemi neve. Nuk e di. Luft territori, më vëlla. Edhe një, neve jemi shefin e asaj. Po qa, thua dhe ja, s'kishe lidhje fare me procesin. Po s'kishe lidhje fare me procesin. A është kjo historia e përgjimit që ishte përgjuar? Jo, a ishte tjetër. Se kishte disa s'kishe lidhje fare më.